që ka dominuar dje gjatë ditës. Dje, siç e dini, kanë dorëzuar në kuvend amandamentet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga qytetarët. E kuptoj shumë mirë që kjo ka ngritur pyetje. Në një klim politike të tensionuar, çdo veprim shihet me dyshim dhe çdo vendim interpretohet përtej asaj që në fakt mund të jetë e vërtetë. Kjo është natyra e politikës, por dua të jem shumë e qartë me qytetarët e Republikës së Kosovës. Këto amandamente nuk do të kishin asnjë efekt për zgjedhjen e presidentit që do duhej të zgjedhej deri mbrëm, pra për pasardhësin e menjëhershëm të mandatit tim. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Vetë amandamentet, për të gjithë ata që i kanë lexuar, parashohin që procedura për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli duhet filloj 6 muaj para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra 6 muaj më herët, që do të thotë që edhe sikur këto amandamente të miratoheshin mbrëm, ato nuk do të ndryshonin asgjë sa i përket zgjedhjes së pasardhësit tim. Pra deri mbrëm në mesnatë ka qenë afati për zgjedhjen e pasardhësit tim, do të zgjedhej nga kuvendi dhe tek pas 5 vitesh do të krijohej mundësia për zgjedhje të drejt për drejt nga populli. Në qoftë se jam e qartë, pra kjo s'ka të bëj fare me mandatin tim, sepse mundësia për zgjedhje të drejt për drejta nga populli do të krijojë tek pas 5 vitesh, sipas këtyre amandamenteve. Dhe jo tani, pra s'ka pas fare të bëj me mundësinë që unë të kandidoj në zgjedhje të reja tani. Dhe kjo është e qartë për këdo që i ka lexuar ato amandamente pas syzet e polemikës politike. Për më tepër është e rëndësishme të thuhet një e vërtetë që shpesh humbet në zhurmën e debatit politik. Këto amandamente nuk janë hartuar nga unë. Ato janë hartuar nga Komisioni Kushtetues i vitit 2011 dhe kanë kaluar tashmë vlerësimin e gjykatës kushtetuese. Pikërisht për këtë arsye, nuk kam pasur mundësi që t'i ndryshoj ato, sepse çdo ndryshim do të nënkuptonte që amandamentet të riktheheshin përsëri në gjykatën kushtetuese, duke zgjatur edhe më shumë një proces që tashmë ka pritur për vite të tëra. Të nderuar qytetar, po kthehem sërish te çështja e shpërndarjes së kuvendit. Arsyeja pse jemi sot këtu nuk është fare dekreti im, sepse dekreti është thjesht një formalitet që vjen pas një fakti tashmë të mirëqen. Fakti është ky. Në mesnatë është mbyllur përfundimisht çdo mundësi kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. Kjo nuk është çështje interpretimi, është çështje afatesh kushtetuese dhe këto afate tashmë kanë kaluar. Kjo do të thotë se edhe nëse procesi do të vazhdonte tutje, edhe nëse do të pritej, rezultati kushtetues nuk do të ndryshonte. Ne tashmë kemi hyrë në një territor shumë të qartë juridik. Prandaj pyetja që duhet bërë nuk është nëse do të ketë zgjedhje. Pyetja e vetme është sa do të kenë sukses disa që t'i zvarrisin ato. Pra pyetja e vetme është kur është data e zgjedhjeve. Qytetarët nuk kanë nevojë për vonesa të reja, kanë nevojë që të dëgjohet qartë zëri i tyre. Ata kanë nevojë po ashtu për qartësi, kanë nevojë për institucione që funksionojnë e jo që janë në funksion të zvarritjes. Kanë nevojë për një politik që nuk friksohet nga përgjegjësia. Jam plotësisht e vetëdijshme dhe e gatshme që ky dekret mund të kontestohet në gjykatën kushtetuese dhe dua ta them hapur. Kurrë nuk kam qenë më krenare se sa me këtë vendim.